Kandidati për kryetar komune në Tetov nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, ka akuzuar udhëhecinë aktuale të komunës së Tetovës për kontratën lidhur me ndriçimin publik në Tetov, e nënshkruar më 17 nëntor 2023. Rexhepi tha se sipas kontratës, operatori privat duhej që brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të zëvendësonte 8720 llambat ekzistuese me llamba Smart LED. Ky afat është i kaluar prej kohësh, por Tetova sot ende nuk ka ndriçim të modernizuar dhe qytetarët paguajnë fatura më të shtrenjta për ndriçimin publik në Tetovë. Çfarë ndodh ndërkohë me paratë e qytetarëve? Nga 10 milion denar në muaj që mblidhen nga taksa për ndriçimin publik, 85% shkojnë në xhepat e operatorit privat, ndërsa vetëm 15% mbeten për komunën e Tetovës. Kjo do të thotë se nga 120 milion denar ose rreth 2 milion euro në vit, afër 1.65 milion euro përfiton kompania private, kurse vetëm 350.000 euro mbeten për komunën e Tetovës. Rrjedhimisht nga kjo mund të përfundojmë se për periudhën 15 vjeçare kjo kompani do të inkasojë rreth 25 milion euro nga paratë e qytetarëve të Tetovës, në ndërkohë që investimi fillestar është vetëm 4.4 milion euro. Ky është një plan i pastër për pasurim të individëve në kurriz të qytetarëve. Rexhepi premtoi se këtë kontratë do ta shfuqizojë menjëherë.